Tani në lidhje direkte do të jemi me drejtorin në shërbimit zjarr fikës Gramsh, zotin Ilir Llapushi. Zoti Ilir, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Vibe. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Në fakt, unë dua ta nis me një pyetje se si shpjegohet që në vitin 2026 zjarr fiksi duhet të eci një orë në këmbë me pajisjet në shpinë për të arritur një vatër zjarri. Nuk është një gjë e pamundur. Në gjithë botën ka vende që shkohet në këmbë. Edhe në Kanada, edhe në Amerikë, ka vende pyjore që nuk arrihen dot nga kanë akses në rrugë, normalisht do shkosh në këmbë. Nuk është një diçka e jashtëzakonshme. Jo gjithmonë çdo pyll është i aksesueshëm me rrugë. Dhe në këtë rast ne shkojmë deri në vendin ku ka rrugë dhe pastaj vijojmë në këmbë. Dhe kemi pajisje apo stafat që bëjmë shuarjen e zjarrit në pyje. Ju shkoni në këmbë, po nëse zjarri kërcënon njerëz dhe banesa, çfarë do të ndodhë gjatë asaj ore të humbur? Në rast se ka banesa, është e padiskutueshme që ka rrugë. Kjo nuk diskutohet fare. Po flasim për zjarre pyjore. Nëse ka banesa, gjithmonë ka rrugë automobilistike që shkon deri në banesë. Dhe mund shkon zjarrfiksja. Në rast se flasim për zjarre pyjore, pastaj zjarre pyjore ka vende që nuk shkon mjeti, normal do të shkosh në këmbë. A konsiderohet kjo një situatë dështimi infrastrukturës apo mungesë kapacitetesh të zjarrfiksas? Shiko. Aktualisht vitet e fundit të shërbimeve zjarrfikse shqiptare janë përforcuar me mjete dhe janë në vazhdimsi dhe janë akoma duke marrë mjete. Nuk është problemi aty, është tatësira e madhe që ka pasur kohët e fundit, po ta shikoni edhe në Francë, edhe në Spanjë, janë shtete shumë të fuqishme si nga ana e mjeteve, po dhe nga ana ekonomike. Edhe ku ka zjarri për masa nuk e ndal dot asnjë gjë, sidomos kur ai hyper në kuror. Dhe për shkak të thatësisë së madhe ndodhin të gjitha këto dhe erave të forta. Sa fshatra në territorin e Gramshit janë paraprakisht të paarritshme nga mjetet zjarrfiksa? Shiko, të gjithë fshatrat e Gramshit janë 95 fshatra, të gjitha në këto vende shkon zjarrfiksja. Zjarrfiksja nuk shkon në përmale, nuk e di si ta shpjegoj tani, po ka vende pyjore që nuk mund të shkojë zjarrfiksja. Prandaj neve në këto vende shkojmë në këmbë, kurse në fshatra janë të gjitha të aksesueshme me rrugë automobilistike. Tani mund të jenë një më e mirë, një më jo më e mirë, por janë të gjitha të aksesueshme me rrugë. Edhe mirëmarrën nga bashkia, e çdo rrethi. A keni një hartë të zonave ku një makinë zjarrfiksesh nuk mund të hyjë? Dhe nëse po, çfarë plani keni të bëni me ta? Shiko, unë flas për shërbimin zjarrfiks të Gramshit, ne për të gjitha fshatrat, unë sidomos shkoj vazhdimisht dhe janë të gjitha të aksesueshme me rrugë. Edhe nëse hyn një zjarrfikse e madhe, kemi një forestradë zjarrfikse të vogël, 4x4 që hyjmë me atë. Problemi është në për vende pyjore të thella ose mal që është e pamundur që të futet zjarrfiksja. Dhe atje ne detyrohemi pastaj të bëjmë ato veprimet që ne kemi bërë kohët e fundit, siç i përdor dhe ka filluar dhe Europa, po pjesa e Amerikës ka vite që përdor kundra zjarrit, që është një ndër armët më të fuqishme për zjarrin në pyje, i cili është duke bërë një brez, se shumë shqiptarë nuk e kuptojnë se dje u shpërndan nëpër portale një kundrazjarr që ne po vinim në një zonë të thellë të Gramshit, edhe nga shumë njerëz u keq kuptua, duke u menduar se ne po i vendosnim zjarrin. Ajo ishte thjesht ne krijuam një brez dhe ndezëm një zjarr drejt atij zjarri që po vinte drejt nesh. Në moment që zjarri i madh afrohet drejt nesh, ne ndezim një zjarr drejt atij, ai e djeg gjithë karburantin, gjithë lëndën e djegse që ka ai përballë, e djeg ky zjarri që ndezim ne. Edhe kur vjen, përplasen të dy. Dhe në moment që përplasen të dy zjarret, nuk kanë se çfarë të djegi më ai zjarri i madh, se ka djegur ky zjarri që kemi ndezur ne. Dhe aty ai shuhet, fiket. Kjo është një ndër taktikat më të mira në botë. Thjesht do kujdes, duhet përdorur nga profesionistë, sepse duhet shikuar era, krahu i erës, shpejtësia e erës. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë veprim kundra zjarrit, ose zjarri i kontrolluar, si e thon.
Okej, po 8 zjarr fikës për një zjarr pyjor. A janë të mjaftueshëm? Shiko, unë në stacionin tim kam një strategji time që përdor për zjarret pyjore. Gjithmonë pa cënuar asnjëherë gatishmërinë e qytetit, sepse më rëndësishme është jeta e qytetarëve, pastaj vjen prona, pastaj vjen pyjet. Unë gjithmonë lë 2 skuadrat në qytet, që të jenë gjithmonë në gatishmëri, dhe një pjesë tjetër të tyre unë shkoj vetë dhe çfarë bëj? Shkoj gjithmonë herët. Për shembull, ai zjarri që kishim dje, unë jam ngritur që në 5 të mëngjesit, sepse zjarri në mëngjes fle. Po do të fikësh një zjarr në pyll, vetëm në mëngjes mund ta fikësh, sepse mas orës 12 ngrihet era, fryn dhe zjarri acarohet. Po ta shikosh në përgjithë mediat kur flasin për zjarret që kemi tani në Shqipëri, gjithmonë mas orës 12 situata acarohet dhe bëhet shumë e vështirë për ta përballuar, sepse zjarri hyp në kuror. Në moment që zjarri hyp në kuror, nuk mund ta fikësh me asnjë lloj mjeti, as ajror, as toksor. E kuptoj, po a ka mungesa personeli, pajisjesh apo mjetesh dhe çfarë keni kërkuar nga institucionet dhe akoma nuk është plotësuar? Shiko, unë flas për shërbimin zjarrfiks të Gramshit, neve aktualisht jemi të kompletuar. Ne kemi 4 zjarrfikse. Kemi edhe një ma 3 të mëdha, një të vogël, kemi 2 zjarrfikse malore. Jemi pak a shumë të kompletuar, thjesht mendoj që te pjesa e njerëzve e zjarrfiksve mase duhet të shtohen akoma forca. Biles kemi bërë kërkesë këtë vit Ministrisë Financës që të rrisi buxhetin për shtimin e disa personave zjarrfiksve të rinj, për shkak sepse Gramshi është vendi i dytë mas Pukës për sipërfaqen pyjore që ai ka. Dhe shpresojmë që kërkesat na miratohet duke shtuar disa zjarrfiks të tjerë pranë shërbimit tonë zjarrfiks të Gramshit. Më foli pak më parë për kundërzjarrin. Kur përdoret kundërzjarri, kush merr përgjegjësi dhe autorizim për këtë veprim? Kundërzjarrin e përdor unë, si shefi stacionit dhe komandanti i skuadrës. Ka një strategji gjithmonë për ndezjen e kundërzjarrit, sepse jo të gjithë mund ta bëjnë. Ato ta bëjë një komandant skuadre i mirë trajnuar, sepse siç e thash më përpara, duhet shikuar gjithmonë në krahu i erës, ose po pati erë në mënyrë kategorike nuk mund ta ndezësh. Masi shikohen këto element, shikohet dhe lënda djegëse që ke përballë pylli, shkurre, pylli lart, varet se çfarë është. Pastaj merret vendimi për të bërë kundërzjarri. Në rastin e dieshëm, siç ishim ne, nuk e di e ke parë në videot në portale, ai ishte një ndër kundërzjarret më të thjeshtë që mund të ekzistojë, sepse aty ishte një fier, ai është rreth 1 metër, edhe i vetmi vend ku ne mund ta ndalonim shumë lehtë pa hyrë në pyllin e madh, prandaj po veprohesh ai shpejt aty, se po të kalonte atë vijën që kishim bërë ne, ai do hynte në pyll dhe pastaj ishte i pamundur që ne ta ndalonim. Edhe ne e bëm kundërzjarrin dhe ishte shumë i afërt. Po ta shikoje, ishte shumë afër zjarri me zjarrin. Por gjithsesi ishte i suksesshëm sepse nuk kishte shumë material djegshëm. Kishte një fier rreth 60-70 cm që ishte i menaxhueshëm. Pra, kundërzjarri gjithmonë vendoset nga komandanti i skuadrës ose nga vetë shefi. Duhet njëri i mirë trajnuar për ta bërë këtë. Në Shqipëri, në fakt, janë të pagët që e bëjnë ose mos them nuk ka, që e bëjnë sepse nuk e di, mase nuk është, po jam shumë i sigurt që shumë shpejt ka për të hyrë si opsion, sepse është një opsion që ka një fuqi të paparë për shtuarjen e zjarreve. Sipas studimeve që janë bërë, një kundërzjarr fik më shumë se një helikopter. Sepse është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Pse nuk janë kërkuar të merren shtuarjet e zjarrit nga masat ajrore nëse në një terren nuk kalon automjetet? Shiko, kjo nuk është pyetje për mua njerë. Kjo është pyetje, unë jam shefi stacionit shërbimit zjarrfiks Gramsh edhe për pjesën ajrore nuk mbaj përgjegjësi, po unë mbaj një përgjegjësi që në moment që ne kërkojmë ndihmë, ata janë gjithmonë të gatshëm, se angazhohen të gjitha strukturat e shtetit, duke filluar nga shërbimi jon, policia, AKMC-ja, edhe është një zinxhir i madh që funksionon dhe funksionon shumë mirë për mendimin tim. Mjafton që ne të kërkojmë ndihmë dhe na vinë me njëherë, siç patëm rastin e vjetshëm, me njëherë kërkuam ndihmë dhe erdhën 3 helikopterë dhe një kanader i madh në Gramsh.
Do të them që nuk është një strukturë që nuk menaxhohet nga unë, ajo menaxhohet nga Menaxheria Civile, nga KMC-ja. A janë banorët e zonave të thella të trajnuar si duhet dhe si duhet të reagojnë përpara mbërritjes së zjarrfiksëve? Shiko, kjo është unë me thënë drejtën, vit për vit unë bëj takime me banorët, me kryetarët e fshatrave. Por me thënë të drejtën këtu lë pak për të dëshiruar, sepse në përgjithësi shqiptarët e shikojnë veten përgjegjës në momentin kur i vjen zjarri ke shtëpia e vet. Atëre angazhohen për të ndihmuar, kurse sa për trajnime, jo, nuk janë të trajnuar, nuk kemi pse e themi këtë. Ata janë thjesht fshatarë të zonave që se kanë idenë, thjesht në vjen na ndihmojnë, na bëhen krah në momente të caktuara. Tani unë dua të kaloj tek disa pyetje të tjera. Sa herë jeni nisur për të shuar një zjarr pa e ditur nëse do ktheheni në shtëpi? Kjo është vërtet për çdo zjarrfiks. Jo ke ne shqiptarë në gjithë botën, nga momenti që merr një njoftim, është ti nuk e di se ku do shkosh, se çfarë gjen përpara, se çfarë rreziku ka, ke gjithmonë të papriturat, gjithmonë je në rrezik për jetën. Por për mua është profesioni më i bukur në botë, se nuk ka gjë më të bukur kur ti shpëton një jetë, shpëton një pronë ose edhe një pyll. Janë gjëra emocionuese. Puna e zjarrfiksit është profesioni më i bukur në botë. Çfarë i thoni familjes kur dilin nga shtëpia për të shuar një zjarr? Familja tani është mësuar, me thënë drejtën. Shiko, janë gjithmonë dhe ata në ankth, marrin vazhdimisht në telefon, pyesin, sidomos fëmijët, vajza, a mbaroi, a e fikët. Janë gjithmonë dhe ata të angazhuar, se të rrinë me emocionet tona dhe ata. Të çdo familje zjarrfiksi është këtë ta garantoj unë. Çdo familje zjarrfiksi është rri me zemër të ngrirë, me emocione, sepse e din se çfarë profesioni kemi. Vërtet është profesioni i bukur, por është shumë i rrezikshëm për jetën. Është shumë i rrezikshëm në të vërtetë. Më thatë që edhe vajza është në merak për ju në momentin që ju shkoni për të shuar një zjarr. Më merr vazhdimisht, është shumë e vërtetë. Në fakt doja të pyesja se a është e drejtë që një person të shpëtojë jetë njerëzish të tjerë, duke vënë jetën e vet në rrezik? Shiko, kjo është çështje që ne e kemi zgjedhur dhe unë e bëj me shumë po çdo zjarrfikës që e ka zgjedhur këtë profesion e bëjnë me shumë dëshirë dhe me shumë emocion, se nuk ka emocion më të bukur kur ti shpëton një jetë. Unë kam pasur shumë raste personalisht vetë dhe është emocionuese kur tjetri vjen të falenderon, ti jep gjithçka nga vetja për atë që ti ç'ke bërë për të. Me që më the është një moment emocionues në gjithë këtë vite që ti punon si zjarrfiks, do na tregosh një moment që të kalon edhe për kohë të tjera në mendje, një moment emocionues. Emocionues, me thënë drejtën, kam pasur raste shpëtimi, jo zjarri, një rast kamionin e Holtës. Na kanë njoftuar sepse kamioni, siç janë kamionet që bie shi larg edhe këtu aty në kanion nuk kuptohet sepse është diell, edhe vjen furishëm dhe njerëzit i gjen brenda pa përgatitur. Edhe e njëjta gjë ndodhi këtu dhe ne morëm njoftimin dhe kemi shpëtuar fëmijë, kemi shpëtuar një doktoresh me gjithë një djalin, me radhë kemi pas shumë raste dhe nuk kishte emocion më të bukur se mos ku kisha ata fëmijët që i kisha vënë në krah, edhe vajta ja çova ti jamës. Duart unë i kisha tërë balt dhe filloi të mi puthe, nuk po shikonte se ishin duart e mia me balt. Ka qenë emocione që, me thënë drejtën, vështirë se i përshkruan njëri ato emocione. Vetëm një zjarrfiks mund t'i përshkruaj. Mund t'i ndjej, përjetoj. Në fakt është shumë emocionuese edhe për ne që e dëgjojmë këtë. Është vërtet, është profesioni i bukur, me thënë drejtë, është shumë profesion. Është i vështirë sa s'ka, por është shumë profesioni i bukur. Po shikoj që po flet shumë me dashuri për profesionin dhe ato që bën. Por unë dua të di se a ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga ky profesion? Shiko, më janë ofruar shumë punë tjera, me thënë drejtën. Nuk e di, po më janë ofruar mbase, por unë me thënë drejtën, asnjëherë kanë qenë poste edhe më të mira dhe asnjëherë nuk e kam ndruar këtë profesion. Kam thënë jo aty. E jam i dashuruar, nuk e di, unë atje më primendja. Unë
Unë në çdo aksion unë do jem atje, edhe pse s'do të jem gjithmonë, unë do të jem i pari, nuk e di, nuk e di, është vetia imja që e kam shumë me pasion këtë punë që bëj. Zoti Ilir, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe suksese në vijim. Shpresoj që Faleminderit ju çdo që zjarr të ketë një zgjidhje. Faleminderit ju që përcjellni punën, emocionet tona, sakrificat tona. Ju Respekt e shumë falenderojmë që faleminderit. sakrifikoni. Faleminderit. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.